është drejtimet. E duke qenë se mësimdhënia për të kata u dha kuptim ditëve të tij, pensioni nuk ishte qenë edhe i lehtë. Po, na dolëm penzi kohën e pandemisë, kur ndajtëm, pak janë i fanë mërzije, po hapo i fillojmë se gjatë pandemisë na dolëm penzi. Edhe tash sa do pak ishte pak rënë, se këto prej neve është qyteti nga 3800 metra i ka pas. Për 2-3 minuta jemi shku me kërë në Gilan, për 5 minuta jemi konë zyre, për 7 minuta po 10 jemi konë mësimit. E ke pas një farë regullë, e qume në gjez 27, gjithë 7 je pregadit, e ke kry pun t'ja ardhë. E kur dole në penzi, është pak problem. I ke hupa të farë regullat. Si ke hupa të ka ndërprej, që i ke pas është pak derso adaptum, ke vështirë pak, po tash mirë, së është keq, kemi shnet, më rëndë familjar jemi nëmë, pezine këmë ri, a i së është balë kur, po mjaftë, fargjendje jena ekonomike, e këmë ri qatë 15 vjetë para lufte, i këmë pasë ma tepër se 15 vjetë, e kemë edhe 70 euro që kemë punu 10 vjetë pa para dhe ato, 335 i marë penzion. Vlerësimi kohës, gjithë herë ka lumja, neve na doket si matë më shumë ma e mirë, se ka pas një rend, ta shkoj në shkollë, edhe numrin zansa për ka ra. Shpesh herë shkoj të kolegët, hinër, mësimit i përcjeli. Atër i ke pas plot. Ta është i kim paralele. 4-5 vetë, 12-15 mas shumë ti. Aja është, do të të na mungon shumë, se perspektiva e popullit tonë, vendit tonë është e rinia. E për të, përveç ndryshimeve në arsim, shqetësim është edhe braktisja e vendit nga rinia. Po, ndigjo, perspektiva e një vend është rinia. Populli do të thotë i shëndosh, i edukum, i arsimum. Deri diku arsimi të ne është në nivel, edhe pse këtë fartesin pisa po thojnë nuk kemi sukses. Nuk është ajo mati është reale. Na dim zansa tonë për fat ke që na dole njerë gjatë kohës luftës, si në Amerikë, si në Zvicër, si në Gjermani, prej fjallëve tyve, se nësë jemi ikon aty, si më dhanë si unë taku me ta, në kanë thonë që në kanë ardhë gjini. E sot, suksesi jonë i përgjithshëm dhe thotë me këtë matjen, në këti testi, nuk mendoj që është ashtu.